Jemi sërish drejt për së drejti për të vazhdu tashmë bisedën me të ftuarin që e kemi sot në emision, doktor Lulzim Bokrin, i cili është kirurg vaskular. E me doktor Lulin do të flasim për sëmundjet e aortës së barkut apo aortës abdominale. Do nëse shumë njerëz do të mendonin se aort ka vetëm zemra, por jo, aort pas ka dhe barku. Madje janë sëmundjet shumë të cilat mund të paraqesin dhe probleme të mëdha, në qoftë se veç nuk i trajtojmë me kohë, në qoftë se nuk i detektojmë. Por si bëhet diagnostifikimi, si t'i bëjmë këto sëmundje, do të na flas sot drejt për së drejti mjeku që e kemi në emision. Doktor, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, faleminderit. Faleminderit gjithashtu nga ana juaj që çdo herë jeni i gatshëm të jepni këshillat e juaja të duhura, shumë të nevojshme për pacientët, por edhe për shikuesit tanë. Çka është aorta e abdomenit apo e barkut? Njëherë tregom se unë kam menduar që vetëm zemra ka aortë. Ashtu kam menduar dhe unë në fakt. Aorta abdominale, gjithsesi aorta është ena kryesore në trupin e njeriu. Aorta fillimin ose rrënjët e saj janë nga zemra e majt, konkretisht nga ventrikuli i majt ose në gjuhën shqipe si quhet barkushja e majt. Ajo është rrënja e aortës. Pastaj vazhdon si pjesa ngjitëse ose ascendente e aortës, që është diku në segment rreth 10-12 cm në gjatësi. Pastaj vjen harku i aortës. Harku i aortës është diku në gjatësi 5-6 cm, vazhdon me pjesën descendente të aortës ose aorta torakale. Nuk ka shënime të sakta, diku është rreth 32-34 cm. Dhe posa ta kalon diafragmën e barkut, aorta torakale e merr emrin aorta abdominale, e cila ka gjikon gjatësi deri ndarja e saj me 2D kryesore rreth 20 cm, dhe nëse e shiqojmë trupin e njeriut nga jashtë në nivel të kërthizës, umbilikusit, aorta e barkut ose aorta abdominale ndahet në 2D kryesore, arteria iliake e djathtë dhe arteria iliake e majt. Pastaj në gjatësi dikon 7-8 cm, arteria iliake e djathtë ndahet prapë në arterien iliaka interna, e cila kryesisht po e brendshme i ushqen me gjak zorrët dhe një pjesërisht edhe organet gjenitale, dhe arteria iliaka eksterna që vazhdon deri te gilca ose regioni inguinal, ku kalon në arterien femorale dhe ushqen me gjak komen e djathtë. E njëjta anatomi dhe fiziologji është edhe për komen e majt. Tashti, krejt këtë anatomi topografike... Doktor, më falë, para jush është një kompjuter, jemi duke folur për këtë, para jush aty, sepse këti na ke marrë dhe laptopin me vete. A jemi duke folur për këtë, që të jemi... Po, është njëra prej sëmundjeve që kemi... Po, që të ilustrojmë në ndërkohë. Oke, thjesht për kam qetur ca foto për të ilustruar. Që kemi mundal me ma shumë, pse është më shpeshta që lajmërohet si sëmundje e aortës abdominale ose aortës së barkut. Okej. Është shumë interesant se para se të fokusohemi më shumë te sëmundjet e aortës së barkut, sa për informim të dëgjuesve dhe shikuesve tanë, themi se në trupin e njeriut Zoti i ka krijuar dikon rreth 100.000 kilometra e gjaku. Dhe këtë distancë 100.000 kilometra e gjaku. Do të thotë këtë distancë të enëve të gjakut ne e studiojmë. Që ka trupi njeriu. Që ka trupi njeriu. Do thotë nëse i nxjerrim nga prej trupit dhe i radhisim, do thotë to janë matje të sakta shkencore kompjuterike, janë dikon rreth 100.000 kilometra në gjatësi e në gjaku. Përfshihen gjitha arterje, vena, arteriole, venule e kështu me radhë. Prandaj gjitha këto në një farë forme preken ose atakohen nga sëmundjet e ndryshme. E paramendoj sa shumë punë, sa shumë mund duhet me u dhënë kur llogaritën 100.000 kilometër dhe vetëm një dëm i vogël me u bë në një anën, vetëm me e gjetë se ku është problemi, kërkon shumë punë dhe mund. Mund edhe punë dhe me ardhur deri te diagnoza e vërtet. Po, e që aty është këtë esenca. Aty është esenca, pastaj edhe mjekimi është më i lehtë kur e dim sakt se çka ka ena e gjakut. Është e sigurt që sëmundjet e enëve të gjakut ne nuk mujmë me i spjegu pa e përmend funksionin e zemrës, sepse janë të lidhura. Po pra, po vinë nga aorta, po vazhdojnë pjesën si që spjegove. Në shumë qendra botënore, edhe aty ku unë jam shkollu, është sistemi kardiovaskular, ose instituti kardiovaskular. Sallat e operacionit janë gjithas. Kardiologjia është në gjithas. Do të thotë, jo si te ne,
Kardiologjia invazive punon gjithas, vetëm një mori ndonë nga sallat e kirurgjisë kardiovaskulare, sepse çdo komplikim Gjithçka e lidhur me është e lidhur me ekip, thirret ekipe i cili ka distancë 2 metra dhe hyn në dhomën ku bëhet operacioni e kështu me radhë. Zemra pompon gjatë 24 orëve, karakterizohet me 400 vet, do të thotë ka 4 dhoma, ka 4 valvula, ka 4 shtresa të anëve të gjakut dhe ka 4 enë të gjakut. 2 enë të gjakut që përfundojnë zemër dhe 2 enë të gjakut që dalin nga zemra. Njëra prej tyre është aorta, e cila posa mbrin harkun e aortës ndahen 3 degë kryesore. Që dhe këtu besoj që mundemi me pa me këto. Ka 3 degë kryesore, këtu nuk po duken degë kryesore, po duket aja aty në fillim si truncus brachiocephalicus, unë në atë prezentimin që ju dërgova janë gjitha, po nejse, vazhdojmë kësisoj. Ai prezentimi, kërkoj falje, nuk po më hapët në këtë programin tim. Okej, do me thonë, dega e parë tash është trunku brachiocephalic, nga e cila ndohet arteria subclavia e djathtë që po e shohim këtu në ekran, dhe arteria carotis communis që ushqen me gjak trurin e madh, gjithsesi hemisferin e djathtë, pjesën e djathtë të trurit. Pastaj është arteria carotis communis që ushqen trurin e djathtë, dhe është arteria subclavia. Ajo është aja pozicioni sikurse i tregishta, do të thotë harku i aortës që ndahet në 3 degë. Vazhdon pjesa descendente, ka arteriet interkostale që i ushqejnë muskujt me gjak, muskujt interkostal ndërmjet brinjeve, por ajo që ka shumë e rëndësishme, sidomos gjatë trajtimit kirurgjik të segmentit të aortës torakale, janë arteriet që i ushqejnë me gjak palcin e kurrizit. Njëra prej tyre më karakteristike është arteria Adamkiewicz, e cila është kryesorja që ushqen me gjak palcin e kurrizit, sepse gjatë operacionit për shembull të aortës torakale, ne duhet ta ndalim qarkullimin e gjakut në atë segment. Dhe për aq kohë sa zgjat operacioni për shembull të aneurizmat e aortës torakale, atëherë qarkullimi në atë segment të palcës kurrizore është i ndërprerë. Sa më gjatë që zgjat, mundësia që pacienti me namet si paraplegjik, do të thotë mos me mujt me ecë, mas operacionit është më e madhe. Kështu që duhet intervenimi shpejt, po i bie. Intervenimi shpejt dhe shkenca çka ka bën këtë drejtim. Do të thotë kanë përdor një pajisje që e ushqen një fluid cerebrospinal, që e ushqen lëngun cerebrospinal dhe e ftofim organizmin. Me këtë tretje fiziologjike e ushqejmë palcën kurrizore dhe e ftofim, kështu që zgjatet kohë zgjatja e operacionit pa asnjë problem. Dhe komplikimet janë shumë të vogla. Mirë, ne vetëm të informojmë shikuesit, sepse sot e kemi pak problem dhe numrin e telefonit që ta kemi në ekran, ata të cilët ka nevojë për ndonjë pyetje për ta bërë tek doktori, plus 383 44 900 021. Në Viber mund të na kontaktoni apo do të shkruani ndonjë nga pyetjet e juaja. Tashti sa janë të rëndësishme smundjet e aortës së barkut. Po, dhe si ti dim, a ka ndonjë shenja, ka kur një pacient duhet me di që e ka një problem me aortën e barkut? Po, tash do të dalim, ato është desha një hyrje se sa janë të rëndësishme. Po. Dikon parafërsisht 80 milion njerëz në Evropën perëndimore janë në rrezik nga smundjet e aortës. 80 milion, shifër shumë e lartë. Që janë parafërsisht moshës 60 vjeçë e tutje. Sepse kështu ka shumë rëndësi, po dalim në atë pyetjen e juaj dhe po përfundojmë, a kishim mujt në Kosovë me realizu si në Amerikë një program të depistimit, zbulimit hershëm, që quhet Program Nacional i Zbulimit të Aneurizmave të Aortës së Barkut. Kjo është shumë e rëndësi. Sepse deri me sot dhënat e sotit përveç Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe në Evropë nuk kanë ndonjë program nacional të zbulimit me kohë të aneurizmës së aortës abdominale. Do të thotë, dikon tashti në Evropën perëndimore afërsisht 700.000 njerëz, 700.000, tash janë të prekur veç nga smundja e aortës, e aneurizmës së aortës abdominale. Është vendi i 4 më i zakonshëm që smundjet aterosklerotike e shkaktojnë këtë smundje dhe bën pjesë, këto janë dhëna nacionale, botnore, dhe bën pjesë në vendin e 12 si shkaktari i vdekjeve në botë. Vetëm kjo smundja, aneurizma aortës abdominale. Dhe vdekshmëria rritet dukshëm rritet kur kjo plas rupturon. Sa për ilustrim, për shembull, i madhi Albert Einstein ka vdekur prej rupturës së aneurizmës së aortës abdominale.
Po ashtu kohën e viteve të fundit, Ai bjen kjo që njerëzit e mençur, ata që mendojnë shumë. Qofse i referohemi Einsteinit. në kohën e fundit pat vdek edhe ky diplomati amerikan që vikit e ne, Richard Holbrooke. Po ashtu ka vdek në Amerikë prej rupturës së aneurizmës së aortës abdominale. Për arsye se te ruptura ose plasja. Qarja. Kur plas, gjaku del o në hapësirën peritonale, që është pak më rrallë, po më shpesh del në hapësirën retroperitonale. Fatmirësisht e kalon Zoti ashtu, nuk e dim as na pse plas ka pjesa e pasme dhe laterale më shpesh se sa ka pjesa e përparme. Se kur plas ka pjesa e përparme, hapësira e bardhë është e madhe dhe krejt bazeni i gjakut çka është rreth 5 litra mbushet. Dhe vdekshmëria në këtë rast arrin deri në 80%. A kur plas në hapësirën retroperitonale, vdekshmëria zbutet pak. Përndryshe, përveç vdekshmërisë, kur pacientin ka edhe aneurizmë të aortës abdominale, ka edhe komplikacione tjera që shkaktojnë emboli distale i themna. Për arsye se ai muri që është i zgjeruar, është i smur. Mos me qenë i smur nuk ishte zgjeruaj, kishte mbetë normal. Sepse ai definicioni çka është aneurizma e arterjes. Se çdo arterje zgjerohet. Këtë rast ne kemi fol më shumë për aneurizmat e aortës abdominale. Aneurizma e aortës abdominale është humbje e paralelizmit të murit normal. Që ndodh për shkak një smundje, Për shkak të smundjeve, zakonisht është ateroskleroza, pastaj janë smundjet edhe smundje tjera që shoqërohen me çrregullim të metabolizmit normal të vetë murit të enës së gjakut, ku komponentën gjenetike nuk mund me mohu. Janë infekcione të ndryshme. Ne kemi aneurizma me natyrë infektive. Edhe ato pastaj ndodhin. Po çfarë infeksione? Janë, për shembull, unë gjatë kohës specializimit tim kemi pas një punim gjatë 10 viteve, kemi mbledhur me profesorin abdominal aortic aneurysm and Coxiella burnetii infection. Coxiella burnetii është një rikëcje që kemi gjetë në atë qesën aneurizmatike. Zakonisht ne, se tash po bjen pak me dal prej pasusit pasus, kur e bëjmë operacion konvencionale, hapëm bardhën, dhe e largojmë aneurizmën dhe aneurizmë këtë min, ne jemi të obliguar që atë pjesën e qesës aneurizmatike me dërgu në material mikrobiologjik, me çka ka aty. Sidomos edhe klinikisht e shohu me sy që aneurizma është e natyrës infektive. Domthonë me zbulu cili lloj shtame po rritet aty. Dhe përveç mikrobiologjisë ne dërgojmë edhe në analizë histopatologjike me pa shkallën e degenerimit të murit. Do me thonë procesi degenerativ a ka ndodhur në pjesën e brendshme që ne i themi tunika intima, pjesën e mesme tunika media ku aorta ka muskuj pak më shumë, dhe apo shtresën e jashtme apo komplet shtresat janë përfshi nga procesi degenerativ. Këto ndryshime mikroskopike vërtetohen në patologji. Domthon, atë pjesën aneurizmatike ne jemi të obliguar ta dërgojmë në mikrobiologji dhe në histopatologji, gjithsesi patologji, dhe kësaj ne krijojmë database dhona për pacientët tonë dhe dalim me një punim shumë të mirë, me një punim bile dhe nacional se shkaktari më i shpesht i aneurizmave të aortës së barkut, në këtë rast në rajonin e Kosovës, është pllaka aterosklerotike, degenerimi i murit me çikaç përqindje. Me kaq përqindje marrin pjesë bakteriet e kështu me radhë. Po kush i shkakton këto? Këto smundje të cilat janë shumë të shpeshta, apo e zëm tensioni i lartë i gjakut, smundja e diabetit, a janë ta shkaktar kryesor të këtyre ndryshimeve të aterosklerozës? Ta janë faktor rreziku. Ta janë faktor rreziku që shkaktojnë aterosklerozën. Do me thonë, që rangohen në shkencë, numrin e është pirja e duhanit, 2 është diabeti, 3 janë yndyrat e nalta, rregullimet e lartë, yndyrave që ne ju themi dislipidemi, është shtypja e lartë e gjakut, hipertensioni arterial dhe mos aktiviteti fizik. Këta janë faktor të jashtëm që mundemi na me i modifiku edhe me i menaxhu vetë, ose me këshillën dhe rekomandimet e mjekut. Kjo që përmendë shtypja e gjakut, te një pacient i cili është tashmë i diagnostifikuar me aneurizm të aortës abdominale. Do me thonë, kur është aneurizm? Kur madhësia aneurizmes, madhësia e enës së gjakut rritet një herë gjysmë më shumë se normalja.
çdo herë kur pacienti ka aneurizmë të aortës abdominale, madhësia normale te mashkulli është dikon rreth 2 cm i aortës abdominale, kurse te femra 1.8 cm. To dallojnë për 1 mm 2 varësisht nga pllakat që zhvillohet ato dhe janë individuale. Në këtë drejtim më shumë i kanë kontribues suedezët që i kanë bërë matjet me rezonancë magnetike dhe kanë një program nacional ku dallon madhësia, se dallon madhësia prej rrënjës të aortës deri te mos kthehemi tash edhe një herë atje. Në toraks dhe te rrënja e aortës, pjesa ascendente është dukshëm, është 3 cm madhësi normale. A këtu te aorta e barkut maksimal është 2 cm. Dhe tashti, një pacient që tashmë është i diagnostifikuar me aneurizmë të aortës, po ende nuk i ka përmbush madhësia aneurizmës kriteret për trajtim o kirurgjik konvencional, që e bëjmë ne pothuajse çdo javë nga një pacient, o mjekim me kirurgji endovaskulare. Në këtë rast, njëri prej rekomandimeve që pacientit t'ia shkruajmë në terapi është që ai ta menaxhojë tensionin arterial. Sepse sipas ligjit të Laplasit, do të thotë, aneurizma është e barabartë me presionin, tensioni arterial, herë rrezja. Sa më e madhe që është presioni dhe sa më shumë që urrit diametri, mundësia për rupturë është shumë e madhe. Më e madhe, po. Madje, nëse diametri kalon 6 cm, 6.6, goxha diametri madhe. do të thotë 5.5 cm ne operojmë te mashkujt, 5 cm te femrat. Diametri është protokoll ndërkombëtar. Po. Doktor, ata marrim një telefonues po na pret pak më gjatë dhe do të kthehemi prapë këtu. Po, patjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë që ju gjejmë. Përshëndetje Sofin edhe doktoren. Faleminderit. Ke pyetje për doktorin? Po, kam pyetje, unë jam 67 vjeçore edhe e kam arterien e majtë të zemrës në mbyllur. Ka fillu me më mbyllë. Ndeshta me maskeru ma mirë doktore çka mundet me ndodhë dhe çka është kja. Sa lidhet kjo me këtë, sepse kjo është po besoj punë e kardiologut, por do t'jap shpjegim doktori. Faleminderit. Urojmë të keni shëndet mirë. Kjo lidhet në kuadrin ato që pyetët pak më herët si e zbulojmë ne. Tashti një kardiolog i mirë, në moment kur zbulon stenozë të arterjeve koronare ose mbyllje, siç tha dëgjuesja jon, atëherë është mirë që te pacienti në fjalë të kërkoj ultrasonografin e arterjeve karotide, arterjeve që i përmendu më herët që ushqejnë me gjak trurin, sepse këto janë përgjegjëse si shkaktari i tretë i vdekje në botash. Është aja thonja ta rrshas sonden, ta lëshoj poshtë deri në abdomen, se në toraks nuk mundemi për shkak brive me pa me ultrasonografi, dhe një u dhe dy puni kryen. Një radiolog i mirë, një kirurg vaskular i mirë, ose një kardiolog i mirë. Do me thonë, sepse po thuj se asë njëherë ne nuk i hasim si të izolura smundjet koronare të zemrës. Se në këtë rast edhe këtu ateroskleroza i ka mbyllë në mënyrë graduale, që janë smundje kronike. Për këtë arsye, kur hasim smundje të arterjeve koronare, gjithmonë duhet ta kërkojmë edhe smundjet në arterje tjera. Ose për shembull, ku mbetëm të abdomeni, e vazhdojmë sonden të arterjet periferike. Ne, kur vjen një pacient, tash po e kthejmë mbrapsht sferën, kur vjen një pacient, thot nuk po mundem me ecë doktor as 100 metra. Do të tash po kthehemi në anamnezë, ai është patjetër ka me pas një faktor të rrezikut. O është duhanpers, o është diabetik, o është me shtypje të lartë, o është me yndyrra të rrellta, ka mbi peshë. Pa abstrahu gjithnjë në fillim e tham komponentën gjenetike. Dhe tash neve na mjafton që me ultrasonografi kur e shoh e evaluojmë, e vlerësojmë qarkullimin e gjakut në arterjet periferike. Nëse ai ka stenoza në arterjet e nëngjurit, domosdoshmërisht ka edhe stenoza tjera. Edhe në arterjet koronare dhe në aortë. Dhe zakonisht këta i rangojmë në atë grupin si atë pacient me aterosklerozë gjenerale. Prandaj lidhen me ndjera tjetrën, sepse edhe në fillim bisedë se tham sistemi kardiovaskular funksionon si tërësi. Si tërësi. Këto sistemet kanë harmoninë e vet, por kjo është si tërësi, kjo është arsye. Ai bie që nëse kemi sëmundje të aortës së barkut, duhet kemi patjetër sëmundje të zemrës, vëllezër. Patjetër nuk është, por shkalla që ne kemi edhe sëmundjet të arterjeve koronare, ato që ushqejnë me gjak muskullin e zemrës, është shumë e madhe. Njëkohësisht
të kemi edhe smundje të arterjeve karotide është e madhe. Lidhen me njëra tjetrën. Lidhen me njëra tjetrën. Atë që e tha zonja, për shembull, që t'i japim edhe asaj një përgjigje, që ta kam mbyllje të mbyllja diagnostifikohet me koronarografi, është golden standard, është metoda më e mirë, dhe në rast se për ndonjë arsye koronarografia nuk mund të bëhet, se është metodë diagnostike invazive, mund të bëhet angio-CT e arterjeve koronare kur pacienti merr kontrast me rrugë intravenoze pa shpem direkt të arterjes dhe futet në atë govatin e tomografisë kompjuterizuar. Dhe ajo është metodë që jep atë vulën se arterja koronare e majt ose circumflexe e majt ose e lady, left anterior descending artery, është e mbyllur ose ka edhe 70-80%. Po kjo ekskluzivisht i takon, kur është pyetje të trajtimi, këtyre kardiologëve invaziv, të cilën i përshëndes dhe e kemi një shërbim shumë të mirë të kardiologjisë invazive këtu në qendrën klinike universitare. Dhe zoja në fjalë duhet shkoj atje, te mjeku që ka konstatu diagnozën e saj dhe ti marr, do të ti sqarojnë gjitha modalitetet e mundshme të mjekimit. Se si të veproj, po. Po kur kemi sëmundje të aortës së barkut, si e zbulojmë, si e detektojmë ne vetë si pacient, çfarë probleme kemi në mënyrë që të vazhdojmë tutje trajtimin, hulumtimin? Po, kur ajo është e rritur më shumë se 6 cm, do të thonë do të më urrit atë shumë për me shkaktu probleme. E kemi fjalën na vetë. Po. Sikur kancerin e gjinit. Do të thotë e prekin barkun tonë. Sidomos këta që janë edhe më të opcion, e prekin, thot doktor, kum prek, thot diçka që tu thot po rrethot damari. Do thotë është një masë pulsative te persona të dopt, shifet me sy kur ai shtrihet, do thotë me themi abdomenin në nivelin e krahërorit, në këtë rast themi abdomenin mbi nivelin e krahërorit, do thotë shifet si gung. Cilën pjesë të barkut? Në bri, pjesën e majt. Me që aorta është në pjesën e majt, shtylla kurrizore është një mes i trupit, dhe vena cava, vena kryesore është në anën e gjatë. Dhe tash kjo zakonisht rritet nga ana e majt, nuk do të thotë nuk është rregull, po zakonisht po nën harkun e majt brinjor, do të thotë te lugu, lugthi që thotë populli, ai kur e çet dorën, thotë doktor komar se nuk e kom pas për para, po e preku, thot me palpim, po rrethët diçka, po lviz diçka, dhe të thotë janë ato lvizjet pulsative, sistol, diastol, që për cilën që thamë prej moment kur kontrahohet ventrikuli i majtë i zemrës, do të thotë shkon sasia e gjakut, kjo është e zgjeruar, do të thotë edhe ai e prek me dorë. Për ndryshe, diagnostika mjekësore, kjo është pacienti kur vjen vetë. Është me rrallë, por ka raste, kur pacienti janë më të kujdesshëm për shëndetjen e tyre, vinë, është duk shumë me rrallë, dhe diagnostifikimi më i shpesht bëhet rastësisht. Për shembull, një pacient... Po, sepse nuk ka dhimbje, nuk ka probleme tjera, domethënë që i shkakton. Nuk ka dhimbje, nuk ka komplikimat embolin distale që e përmendëm, nuk ka dhimbje, por ka dhimbje për shkak kolika urinale, ka gurë në veshka ose rrugë urinare, shkon te urologu ose mjeku familjar. Unë kujtoj që... Duhet me qenë një problem tjetër për me u zbulu kjo, domethënë. Shpesh herë na ka ndodhur mjeku familjar i kanë trajnuar shumë mirë mjekët familjar, sa unë kam informata, e bëjnë një ultrasonografi bazë të abdomenit dhe të organeve tjera, që është shumë e rëndësishme. Dhe tash mjafton... Dhe në ultrazo domethënë vrehet kjo. Me ultrazo e vrehet shumë mirë. Mjafton mjeku familjar ose një urolog ose një mjek tjetër, rastësisht kur e zbulon me vren me son të ultrazorit në abdomen një masë pulsative e madhe. Dhe është shumë lehtë me e madhe. Pra 5-6 cm ajo... Po e shihet me sy. E vrefshme. A shiqare, nuk e di, i patëm dikon disa ato imazhe që s'mujtë me i hap, dhe vrehet aja me sy në ultrasonografi e kom fjalën, bëhen matjet, dhe sidomos kur matja është më shumë se me gjërë se 5 cm e gjys, me njerë kalon në një urgjencë kirurgjike. Urgjencë, po. Sepse, thamë, kur diametri është 6 cm e gjys, do të thotë, e ka kaluat protokolli normal kur trajtohen, mundësia për ruptur është shumë e madhe. Para se flasim për rupturën, dok, një telefonues po ashtu po na prej gjatë, e më pas kalojmë të kjo pjesa e rrezikut nëse s'intervenojmë me kohë. Alo? Përshëndetje. Edhe për ju? Nasër Gashi për Gjermanie. Hajde Nasër. Dhe ishtë anësore doktor Lulli me përshëndet. Faleminderit.
Kom qenë pacientë e tina në Prishtinë, sa kom qenë pushim. Unë jam një diabet 2 e kam, dhe sa gishta i kom hupan, dhe dreshta me përshëndet doktoru Ketë që më ka dhonë me diagnoz tina, do e kom marrë gjamri jetë. Me diagnozë të doktor Lulit, jo që shkon në Gjermani, po në fakt duhet edhe mjekve nga Gjermania më ju dhënë pak shkollë. Faleminderit. Faleminderit, urojmë të keni shëndet mirë. Faleminderit, ju përshëndet. Gjithashtu. Po të shumë doktor Lulin. Faleminderit shumë, respekt. Më kujtu, kjo më lejoni veç për interesant të tash më kujtu prej i pas në do të dhona shumë shkurt. Kur kam qenë specializim jashtë, e pa të pregadit një seminar ma pa të ndhonë, i shfrytëzoj sa ta database-an. Do me thonë, cili është rreziku vjetor i rupturës së aneurizmës aortës abdominale. Duhet me i pa se me i majtë men ma mirë me i referu. Kuraja është me vogël se 4 cm, rreziku për rupturë qenë ka i vogël, 0,5%. Do më thonë për qarjet. Për rupturë mu qa, me plas. Rreziku tash rritet për rupturë, mrena një viti, 0,5% kuraja ka diametrin 4 dhe 4,9 mm ose 4,9 cm. Ashtu si shefe, faktikisht. 15% rritet rreziku për rupturë, kur bëhet prej 5 deri në 6 cm, 10-20% rreziku për rupturë 6 deri në 7 dhe 20-40% deri në 7 mm dhe 30-50% kuraja është më e madhe se 8 cm. Ne kemi pas raste edhe 10 cm, 12 cm aneurizm kemi. Bile është çka interesant, kemi pas prezentu si rast një aneurizm të arterjes së shpretkës. Aja ka qenë 14 cm. Dhe s'ka ndodhur ruptura, do të thënë. Ka ndodhur rupturë, është çudi e madhe, Zoti e ka shpëtu. Ato e kemi punu para 3-14 viteve, ende o gjallë është mirë. Bile në atë kohë, se gjithmonë ne do të mi referu literaturës aktuale, kanë qenë të prezentume në botë dykun 14 raste krejt. Veç 14 raste. 14 cm, imagjino 14 cm, arterja që ushqen shpretken me gjak. Dhe të është ka qenë aneurizmatike. Asë në këto raste, do më thënë, kur kjo rritje është kaq e madhe, nuk shkakton probleme dhimbje të lashet të tjera që pacienti me u referute te doktori diku me shku? Po, kur rritja bëhet nga mbrapa ma shumë, në drejtim të boshtit kurrizor, të unazave të kurrizit, kur rritja është e ngadalshme, por e madhe, qa shkakton edhe erozion të unazave. Është çudi e madhe. Dhe të popullor që e mishi e brejnë ashtin. E qartë, po. Dhe këtu fillojnë tash dhimbjet e mëdha. Dhe ai vjen për shkak dhimbjeve të kurrizit, që tham para pak më herët zbulohet në mënyrë të rastësishme. Përndryshe, me që rritja është graduale, është smundje kronike, nuk është akute. Mësohet me një farë mënyrë organizmit. Aja ja bën veti vendin gradualisht, sikur ne kur hym në një hapësirë të ngushtë, por nuk hym për me një herë, gradualisht e krijojmë hapësirën. Ja bën veti vendin. Por edhe një herë, kur rritet në drejtim të unazave, boshtit kurrizor më shumë, zakonisht rritet përpara ja. Dhe përpara ka hapësirën e barkut. Kur rritet mrapa s'ka kusem, aja mbështetet në boshtin kurrizor. Dhe shkakton presion aty. Dhe shkakton presion të nervave dhe të trupit të vertebrave. Dhe atëherë bëhet simptomatike. Dhe në raste të tilla bëhet intervenimi, domethënë. Duhet patjetër me intervenu në mënyrë kirurgjikale. Po, dje kemi kryer. Po, janë problematike këto intervenime, a e zgjidhin problemin për herë, a shkaktojnë të lashe tjera? Këto raste ne i themi kirurgjia elektive. Do të thotë me përgatisim pacientin dhe vdekshmëria nuk e mbërrin as 2% në botë. Mirë. Do me thonë 100 veti operojmë, 2% nuk na vdesin te kirurgjia elektive. Derisa te kirurgjia e rupturës vdekshmëria arrin te deri në 70-80%. Ka që lartë. Po, kur ndodh ruptura. Edhe na se një pjesë të mirë të punës se kam bërë më herët rreth aneurizmave të aortës në punën tonë, vdekshmërinë në atë kohë, në vitin 2006 e kemi pas 1,85%. Çka do të thonë jemi në nivel tash, sa prej atij viti nuk di, se ne gjithmonë duhet të flasim me shifra, me shkencë, jo me hamendje. Çka është interesant te kjo, rastet i punojmë në mënyrë elektive dhe shkojnë shumë mirë. Dje kemi kryer një rast, aneurizmë edhe e aortës së barkut, e cila ka qenë sakullare. Këto kur janë, se harrum me përmend që si duken ato në formë.
anatomikisht. Zakonisht janë boshtore, dhe më krejt boshti i aortës zgjerohet, formë boshtore, që është ma stabile për ruptur, a kur është vetëm formë qeseje, sakullare, rreziku për ruptur është më i madh. Dhe këto i operojmë sipas protokolleve ndërkombëtare, kur arrin madhësinë, e thash edhe më herët, 5.5 cm, edhe pse është asimptomatik pacienti komplet. E kemi zbuluar rastësisht. Ose e ka dërgu dikush tjetër. E kur ndodh ruptura, për shembull, çka ndodh aty? Si vjen pacienti? Domethënë nuk është zbuluar më herët dhe vjen deri te qarja e saj. Po, pacienti zakonisht vije në qendrën emergjente, vije në gjendje të një shoku hipovolemik hemoragjik, me tension të ramë, zvogëlum, tensioni sistolik me zinë. Po, për shkak të qarjes që ka ndodhur. Ka dalë gjaku në hapësirën o peritonale o retroperitonale. Dhe në këtë rast, tensioni i tij është 70-80 sistoliku, diastoliku shpeshherë nuk regjistrohet. Pacienti është i zbehtë, lehtë i djersitur dhe tash ka dhembje. Për shkak të imbibimit komplet strukturave rreth retroperitonale dhe peritonale dhe prekje nervat me faktor mekanik. Dhe tash ka dhembje, zakonisht është i qetë për shkak të hipotensionit. Dhe në rastet kur ne nuk palpojmë pulse në arteriet femorale, dhe thotë gjendja shumë dramatike. Gjendja tregon që bazeni i tij arterial me gjak është zbrazë në hapësirë peritonale dhe veprimi duhet të jetë hiperemergjent. Hiperemergjent. Bile në raste kur gjendja është tepër e rëndë dhe e njohim paraprakisht historinë e pacientit, i cili s'ka dashur të më operu, nuk kemi çka lipum tash angioCT. Sepse në këtë rast shkojnë drejt sallë të operacionit, sepse në këtë rast angioCT është varri i pacientit. Ai vdes me angioCT. Se megjithatë, sado që edhe në kudo në botë hyrje dalje prej angioCT-s, prej aparaturës shkon gjysore. Gjysore në atë rast është tepër e madhe, jo e madhe, është tepër e madhe. Po nëse intervenohet shpejt në raste të tilla, është shpëtim për pacientin? Po. Qëllimi kryesor është do të thotë me hap barkun shpejt, tashti është sikur gjungull aty. Për shkak se u del gjaku janë imbibuar organe. Është problem edhe me nuk sheh vetëm sikur me hy në ujëra të turbullta. Dhe nuk e shohim as peshkun as goat, kur gjys shohim. Por përvoja e bën vetën, do të thotë gradualisht shkojmë të e ditë në anatomi normale se ku është, do të thotë me 2 aspirator të e thith gjakun, derisa me dorë, sikur gjarë prinë e kapën me dorë nën arteriet renale, pastaj e vendosim atë klemen vaskulare dhe këtë esenca e operacionit është monal gjak deri aty. Deri aty. Ajo është hipotezi më e rëndësishme që normalisht mu ma ka mësu profesori im jashtë kur jam ka në shkollë, vazhdimisht, ka thonë... Ta ka mësu këtë procedurën, a? Procedurë, qysh me po... E ti kujt ja ke mësu? Unë ja u ku mësu të mire, ata që kanë dashtë me e marë, ja u ku mësu të qëtëve. Studentëve po, pa të du të me qenë salë, ata të cilët e kryin intervenimin. Unë thash dje, kemi kryin një operacion shumë të ranë, ka pas aneurizm të tipit inflamator, sakullar, të aortës abdominale, të arterjes iliake komune, djathë që e përmendëm pare, dhe në anën iliake e majtë përkundrazi tash e ka pas në ngushtume. Dhe këto duken kështu në shiqin parë, për vërtet janë sfidë. Dhe kirurgjia njerëzit mendojnë nuk është vetëm zeje, kirurgjia është shkencë dhe zeje. Shkencë gjithçysh, por duhet me pas art aty ose zeje. Një hap e bëjmë shkencë, e bëjmë hapin tjetër në zeje. Dhe jem paralel. Hapin shkencë, hapin zeje. Dhe kur të emrim kulmin, i bashkojmë të dyja, atëhere kryojmë artin e kirurgjisë. Kur të kryojmë artin e kirurgjisë, ne jemi në gjendje me shkru. Me shkru artikull shkencor, me shkru libra, me shkru diçka. Ku qëndrojmë në këtë aspekt? Për kushte e dim që nuk i kemi edhe aq të mira. Po kushtet nuk janë të mira, në këtë aspekt nuk jemi edhe keq. Unë kujtoj që... A kryen gjitha intervenimet tek ne, si në vendet që janë më të zhvillume? Po, kirurgjia konvencionale, kirurgjia hapun, open surgery që i thojmë ne, kryet njësoj nivel si kurse që kryet gjithkon botë. Me përgjithësinë më të fortë profesionale e them që është niveli i njëjtë. Përkundrazin ne jemi shumë rapa me kirurgjia endovaskulare. Aja ka një terminologjin EIVAR që i thojmë endovascular abdominal aortic aneurysm repair, që kemi fillu hapat e parë me stentim të arterjes karotide, tashti në mbetet
do të thotë me vazhdu punën me EVAR, do të thotë aneurizmat e aortës abdominale me zgjedh me EVAR, por alternative dhe shumë më e mirë është TEVAR-i, toracic endovascular aneurizm repair, aneurizmat e aortës torakale, sepse këto kirurgjikisht janë shumë matrona mu zgjedh. Që e përmenda paret e membrojt të palcin e kurrizit thashem the, për arsye se zgjasin shumë. E sidomos sot gjeneratat e reja, të gjithë pritojnë se një operacion, sikur i vjejt zgjat 5 orë. E kjo aortës torakale, në kushte normale po flas ku unë jam shkollu. Niveli evropian, niveli botnor zgjat 7 orë. Ta të rritë sot nuk dojnë me hy në operacion shtator. Dhe të hysh në operacion shtator është vërtet nevojitet një kondicionim fizik, psiqik, emocional, shkencor, profesional. Profesionistin, po dhe për pacientin normal. Sigurisht. Sepse janë, për shembull... Por ka benefite, besoj... Po pa tjetër se ato që e thakë më herë, tash ma kulturën me të përgjegjë. Unë kam rezultatet janë shumë atë mira të zgjedhja aneurizmës aortës abdominale me kirurgji të hapun se sa me endovaskulare. Unë kam pacienta që 25 vjetë që i kom operu. Në literaturë shkruan bypassi mundet me qenë i kalushëm të njëtën. Long life. Ndërsa me stent graft, të të hymë brenda me tela dhe zgjerojmë stent graftin, e përjashtojmë nga loja aneurizmën, rezultatet janë duk shumë ma pak afatgjate se sa kirurgje. Por kemi raste të një pacient, ato që përmende, të një pacient që është i moshuar, 85 vjeç, 90 vjeç, me një gjendje të përgjithshme të prekun, me smundje shoqëruese. Që është e favorizuar në rastin e tillë me u bë me... Që është kontraindikacion me hap barkun, sepse nuk e toleron gjendja e tij e përgjithshme, ka smundje koronare që i përmendu më herët, ka smundje obstruktive të mushkërive, ka insuficiencë të veshkave, ka laboratorin e trupit njeriut heparin me funksion të rregullum. Të raste preferohet se është ma pak invazive. E tash për momentin këtë ne nuk e kemi të zhvilluar ende, prandaj duhet filloj me këtë, është kirurgji shumë e shtrejt, kuptohemi. Dje kisha një pacient, bashkë në sektorin privat, tha jam operu në Lyon të Francës, bypass, urzemi, thëjmë na, arteria femorale, këtu, arteria poplitesi për gjunit. Vete përmendi, nuk e pyeta, tham ka ardhë llogaria, 46.000 euro. Diçka që është shumë e kushtueshme, po. Për Zotin, unë për i përmendi fjallët e ti, veç për e citoj që shumë tha, dhe më honë, këto është kirurgjia shtrejt. Unë e di, vetëm ai stent grafti, kushton për momentin, 8.000 deri në 10.000 euro. Dhe këto ndërsa e kemi pak problem. Si dukej pacientja, ishte mirë, domethënë pas... Po ishte mirë, po puna e shkry perfekt, në qendrën klinikën universitare të Lionit, puna ishte kry perfekt, kë unë tha qëllova musafir, po ata dhinë shumë të mëdha në komp, në të njëjtën qendër, tash më referoj para 2 vjetë ma kanë qitë stentin, edhe sështë tash 5-6 muaj stenti është në byllë, tash tha unë kërkoja prej tyne sërisht ma hapin stentin, më thanë jo, nuk ka mundësi, duhet me bo urzem. Bile i këshin bo me graft sintetik vaskular, që shë përdorim edhe ne. Me pas ndotën e me unë byllë mas 6 mujve këshin thënë 100.000 fjallë të doktori të puna nuk bëhet mirë. Me shku dikur me një qendër tjetër, thunë do shta është normale, kështu me ndodhë. Edhe një telefonues për na pret, alo? Alo? Mirë se ardhët. Përshëndetje, Afrimin nga Zvitra. Faleminderit, Afrim. Përshëndetje. Përshëndetje për ty personal me gjithë stafin e ju dhe doktorin. Faleminderit. Unë kam një halë. Desha me pyetën doktorin mundësisht një numër telefonit doktorit. Jam i bune 3 herë në Zvicër operacion. I boshit korrizor. Donozor. Por nuk kam kur një farë suksesi. Kam problem edhe me borgin, me fryrjen e borgit. Po. Si dhja është në linja, po në është përsëri në linjë, po. Po të dëgjoj. Po, vazhdo. Si thash 3 herë jam i bune operacion, prej unë ozor. Po pi 2021-shës, ende që ena në për njep të Zvitrës, nuk ka ku një farë suksesit të orë. Fryrje porkit kom, medikamente shumë të forta kom, gjithë
shkojnë të thojnë smundje kronike. Tash nuk e di a punat e smundja kronike, dhe nëse është smundje kronike, ju kisha lutë mundësisht doktorit nëse ka mundësi më përgjigj edhe një numër telefonit. Po patjetër. Do ta dërgojmë këtu ku na ke telefonu numrin e doktorit, por nuk e di nëse ka punë me doktorin apo me ndonjë doktor tjetër. Sigurisht që ka me doktor tjetër, por unë do ta këshilloj dhe do ta uzoj. Po, se çka me bë tutje? Po, tutje, nëse vjen tutje na sigurisht vjen gjatë kohës të pushimeve, do ta dërgoj të dorë sigurt të një neurokirurg i mirë i joni. Për arsye se kjo është punë neurokirurgjike. Mirë po nuk do të thotë të këta pacientë se tashti përvoja, leximi, pjesëmarrja, diskutimi e bët veten, do të thotë kur jam kon më i ri, ma pak i kom njoft edhe këto probleme neurologjike, neurokirurgjike, tashti pak gjitha pe e bojnë të veten, vitet pe e bojnë të veten. Në këto raste kur është kry, se tash nuk e kemi të qartë çka është operu të kjo, ka qenë herni diskale, cilës shkallë po diçka me boshtin kuriozor me qas. Po është intervenu në trup të unazave, në disqet intervertebrale e kështu me radhë, si do të jetë problemin do t'ja zgjidhim kur do të vijë në Kosovë, me një konsultim të neurokirurgut, por ka raste, këto për shembull te disa pacientë, që ne e vendosim atë diagnozën bashkëpunim edhe me neurokirurgun, edhe me neurologun, edhe me angiologun që e quajmë complex regional pain syndrome. Që i bjen pacientin fjalë ka dhimbje në këmbë që na është problem me definu ka pe i vijnë këto dhimbje. Nuk janë dhimbje të padrushme, po janë dhimbje që ato nuk e lënë rahat gjatë jetës. Prandaj na e rangojmë në ato si ekip, do thotë, mas një mendimi konziliar, mas shqyrtimit komplet të dokumentacionit i mjekësor, si complex regional pain syndrome, do që i bjen, do të thotë sindrom komplekse e dhembjeve në ekstremitetet e poshtëve. Po. Mirë, është me rëndësi jemi në fund të emisionit. Po, lexoj një mesazh që ka ardhur nga Suela, thotë, desha të bëj një pyetje. Buri pas çdo vakti ka fyryret e barkut, çka është puna, ka dhimbje kur e prek barkun, i dhëm ditë. Okej. Ka uruar më pas ditë mbar. Suela ka shkruar. Faleminderit shumë për përshëndetjen. Po lidhen këto me... Po, lidhen. Tashti lidhen këto te ne me arterien mezenterika superior. Tashti aorta e barkut e përmendëm, me njëherë si ta kalon diafragmën, e ka emrin aorta abdominalis, është trungu celiak, që e ushqen me gjak mëlçin, shpretken, luktin dhe një pjesë zorve. Pastaj vjen arteria mezenterika superior, që është përgjegjësia kryesore për ushqyeshmëri me gjak të zorve të holla dhe pjesërisht zorve të rasha. Te këto arterje, kur kanë stenoz tash, ngushtim, gjaj shumë atë arterjen koronare që e përmenëm, për shef qysh na lidhen sene, pacientin fjalë referon gjithmonë kur ha buk, sidomos kur ha buk shishëm, kanë dhimbje barku. Për arsye se në kushte normale fiziologjike, deri në 15 herë zorët kanë nevojë mu rrit qarkullimi i gjakut, kur ai merr ushqim. Tashti sidomos na themi kur hajmë sheshëm, marrëm ushqim edhe ma shumë, qarkullimi, nevojat për qarkullim rriten janë edhe ma të mëdha. Si do të kaloj gjaku tash në një arterie e cila stenotike, arteria mezenterika superior. Dhe tash pacient gjithmonë referojnë në anamnez, kanë dhimbje barku pasi marrin ushqim. Tash çka ndodh me kohë? Me kohë këta tash fillojnë me zvoglu ushqimin, ruhen ushqim dhe humbin peshë. Dhe në këtë rast, një anamnezë e mirë që themi, do të thotë mjekësia e kohës Hipokratit para erës sonë, neve na çon 90% te diagnoza gjithçish stenoza e arterjes e cila i ushqen zorrët me gjak. Përdyshe ky mundet me pas edhe probleme tjera. Po na i thoj meteorizëm fryet me marr për shkak të hernis hiatale me marr ajër më shumë, më fry lukthi, me pas pengesa tjera gastrointestinale, që nuk përjashtohen, por edhe kjo mund të jetë një arsye. Edhe kjo është njëra prej arsyeve që hynë, që i themi ne në mjekësi, në diagnozë diferenciale të dhimbjet e barkut pasi të merr ushqim pacientit. Mirë, këshilla për fund. Që duhet mi ditë se cili pacient që mund të jetë i prekur nga ky problem. Çdo pacient i të dy gjinive, i cili ka më shumë se 55 vjet, 60 vjet. A ndodh kjo në mosha më të hershme, sepse po e vrej që po e përmend moshën rreth 60. Ndodh shumë rrallë. Janë tjera, kur e përmendëm etiologjin, zakonisht këto janë sindromas. Për shembull e përmendëm etiologjin ateroskleroza 80-90%,
tash që të 10 deri 20% janë këto tjera, për shembull sindroma Marfan, sindroma Ehlers-Danlos, Leigh-Maze, janë do sindroma gjenetike që ndodhin këto ndryshime, qoftë në forma aneurizme, qoftë sëmundjeve tjera në mosha të reja. Përndryshe, këto zakonisht janë në mosha 55-60 e tutje. E këshilla edhe në bazë të kësaj, për shembull, e kanë kriju Shtetet e Bashkuara të Amerikës programin për shqyrtimin e aneurizmës së aortës abdominale për depistimin ose zbulimin e hershëm. Çdo pacient i cili ka më shumë se 60 vjet e ka obligative me shku me bë ultrasonografin e arterieve karotide, e aortës barkut dhe arterieve të ekstremiteteve të poshtme. Kjo për Kosovë nuk vlen, sigurisht. Jo, nuk vlen. E tash këshilla jone përbashkët prej këtij emisioni është që çdo pacient që i ka 60 vjet është mirë që s'kushton kur gjoja. E për jetën kushton shumë. Për jetën kushton shumë dhe na Me jetu 100 vjet që më pas. sigurisht, sepse njeriu duket i ri, edhe ndihet i ri nëse ka qarkullim gjaku të mirë. Nëse një person i cili ka 85 vjeç vjen te unë dhe unë e bëj një ultrasonografi të karotide, vaj ka vetëm aterosklerozë iniciale që i korrespondon moshës, sigurisht që ajo është në gjendje me lexu edhe kur ti bën 90 vjet, edhe me vlerësu, edhe me gjiku. Po pra. Dhe anasjelltas, kur kem koronare të mira, ne mundemi këtu afër e kem stadionin Fadil Vokrit 2-3 herë Mi po disa xhiro. Për Florën, për të gjithë ata që kanë kërkuar emrin Merita, kemi pasur atë problemin për të vendosur emrin e doktorit. dhe numri telefon Lulzim Vokri, doktorin jon. Kirurg vaskular, të cilin pra e gjejmë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, punon edhe në klinikë private natyrisht. Do t'ju japim edhe kontaktin për ata të cilët ka nevojë, po shohim që ka mjaftueshëm persona të cilët telefonojnë. Po, por është e marrë këshilla të pamundur. vyera, doktor. Po, Faleminderit. është e pamundur që të zgjasim më shumë këtë emision, këtë bisedë, këtu duhet që ta përfundojmë. Dhe të Doktor, faleminderit shumë. Do ta keni sot në YouTube të plot për gjithë ata që kanë kapur pjesën ndoshta nga fundi. Natyrisht në YouTube mund ta ndiqni dhe të merrni pjesën që ju ka humbur nga këshillat e fillimit. Edhe një herë faleminderit. Shëndet e suksese. Faleminderit edhe jush.